Policisë i bëj thirrje që të mirën me Sami Rexhën, me Dren Rexhën, keni SHPK, ne kemi pagu parët, kemi marrë kredia, kemi familje. Shqiptat e banesës kënë pas një marrë me 30 qershor 2021, dhe shanohet Sami Rexha, dhe vjen. Kompania Kemi SHPK vite më parë mori disa para nga disa banor të Kosovës në lidhje me ndërtimin e disa banesa. Mirë po, dy pronarët e kësaj kompanie pasi që morën parat u zhduken dhe tashmë nuk dihet për vendodhjen e tyre, ndërsa banesat nuk u ndërtuan kur. Qytetarët e cilët kanë rënë prej këtij mashtrimit janë mbledhur sot bashkërisht dhe kanë raportuar rastin në polici, këtë në stacionin policor në Fushë Kosovë. Na sot jemi këtu para stacionit policor, kemi ardhur për të paraqitur rastin për mashtrimin që nuk ka bën për mbledhjet banesa. Jemi dikon 15 persona që ishin këtu, i paraqitëm rastin në polici, me para kontrata, me dokumentet gjitha që i kemi. Për mashtrimin që nuk ka bën me rastin e banesa që i kemi bë. Dikush i ka bë 2017, 18, dikush 2019, 20, të gjithë jemi të mashtruar prej keni SHPK dhe dy persona që kemi bona, që kemi blerë banesën janë Bërim Hasane dhe Gzem Hasane. Dhe besojmë që do të merren organet policore, hetësia, gjykata, prokuroria me rastin tonë që ka ndodhur për ndërtimin e këtyre banesave. Po ne jemi të zhgënjur me thënë drejt, sepse unë personalisht kam bërë padi. Edhe me se kam informacione se gjykata ka marrë vendim që parashkru landa. Unë në 2023 kam bërë padi kundra Kemi SHPK-s. I kam dokumentat, por gjykata e ka parashkru landa. Çka është, ku është pyetja dhe puna këtu nuk e di as vetë. Ne kemi dëshmi të mjaftueshme edhe për Keni SHPK, sepse kemi dokumentat, e kemi para kontratat, e kemi të gjitha dokumentat që kemi bërë pagesën mes banka, gjithë tash kemi këtu. Policia dhe dosjet mirën edhe me këta njerëz që kemi bërë banesën me Gzimin edhe me Bërim Hasanaj. Sepse ata janë njerëz që ne kemi bisedu, ne kemi blerë për tyne dhe ata na kanë garantuar shumicën prej këtyne që janë këtu, na kanë garantuar se banesa janë tonat dhe ne kemi marrë huazim këto banesa dhe çdo gjë që ndodh na keni mbrapa. Dhe tash ata thonë që edhe neve na ka bërë Keni SHPK, mirë po na nuk i dim çka ata kanë bërë me Keni SHPK, me Sami Rexhën edhe me Dren Rexhën. Ne jemi dikun deri tash 18 persona në grup. Dhe nga këtu ju bëj thirrje të gjithëve që të lajmërojnë në rastet në polici, sepse ka persona edhe më shumë. Policisë i bëj thirrje që të mirën me Sami Rexhën, me Dren Rexhën, Keni SHPK, i bëj thirrje që të mirën me Bërim Hasane dhe Gzem Hasanaj, të mirën të na zgjidhin problemet që i kena me ta. Ne kemi pagu, comme deklaruar dhe më herët, ne kemi pagu parët, kemi marrë kredia, kemi familje, edhe na jemi duke e prit dhe paraqitëm rastin polici, jemi duke e prit organet e drejtësisë që të mirën me rastin. Kom thonë edhe më herë dhe tash po deklaroj që parët nuk do t'i fali. Kredin që e pagujën nuk do t'ja fali, po bëj thirrje te Bërim Hasane dhe te Gzimi. Ato parë nuk falen. Protestues se diçka ngjajshme. Na kemi ardhur përsëri këtu, nëse nuk merren masa, kemi ardhur me protestu, kemi shku edhe në komunë edhe mundem kemi shku për mi njek njëherë organet e drejtësisë. Unë e kam bërë banesën, i kam kontratat, i kam qefa. Krejt pagesat i kam bërë nëpërmes bankës, në mënyrë legale, të gjitha dokumentacionin e posedoj e të kryej në mënyrë të rregull. Qercat e banesës kam pas një marrë me 30 qershor 2021, kur kam marrë këto banesa nuk është kryer, se banesa kur kom dhe une, është objekti A, është kryer puna e vrasht. Edhe ka metë që ato. Prej këtoj, të thrasë Sami Rexhën, dhe të lajmërohet Sami Rexha, dhe vjen, dhe të qajmë havin me ta, edhe të dim për çfarë shkaku, nëse mund të gjithë rrugë tjetër, për mund të këto banesa, se faktikisht unë e paguj. Sinqerisht po ju thamë, paguj qira une. Llogarinë e kom ba, për shembull se 6 vite, diku 20.000 euro qira unë e kom pagu. Edhe jem dëmtum edhe
edhe psikikisht edhe materialisht edhe Sa pare ja ke dhënë Samiritis? ja kam dhënë 30.000 euro.